jemi vendi që kemi bashku kësaj iniciative ndërkombëtare, jemi vendi 42 që ka bërë vlerësimin e një vlerësim të tillë. Kjo nuk kupton që është bërë vlerësimi i vetëm legjislacionit kosovar, qoftë atij domethënë ligjeve dhe qoftë legjislacionit sekondar sa i përket prokurimit publik. Domethënë nuk është bërë ndonjë vlerësim i pjesës praktike të zbatimit të këtij ligji, mirë po vetëm është matën domethënë përmes disa indikatorëve se sa transparent, domethënë se sa efikas është, se sa ka domethënë promovon konkurrencë dhe të ngjashme. Është një metodologji që është përmena që është artu për një iniciative ndërkombëtare, është organizuar me bazë të Gjergji që ka bërë këtë metodologji, duke u bazuar në metodologjia tjera, qoftë OBSH-s, domethënë direktivës BE-s dhe të ngjashme. Kosova, domethënë nëse veç e marrim aspektin e legjislacionit, ashtu edhe që shepom gjatë prezantimit, është dikon është e premtuar deri në 83% që i bjen është në vend të mirë. Sa i përket vendeve të Ballkanit, domethënë është Kosova dhe Shqipëria. Sa i përket aspektit legjislativ jemi dalë mirë, po pse kemi vendos me bo një vlerësim të tillë, pse kemi vendos mi përentu këta indikatorë të metodologjisë dhe me këshir sa janë domethënë sa i përmban legjislacioni i Kosovë i prokurimit publik, është arsyeja se ne jemi domethënë në fazën në fakt draftimi i ligjit për prokurim publik vetëm është përfunduar, mirë po do të jetë në agjendën qeveritare dikur në qershor të këtij viti dhe kemi partë udhës që domethënë gjatë procesit të konsultimeve publike, duke i përdorur këto rekomandime që i kemi nxjerrë nga kjo metodologji, në farë mënyrë të bashkërendojmë dhe të japim rekomandime për draftin, domethënë për legjislacionin e ri, që shpresojmë që do të jetë sa më shpejt në fuqi dhe të fillojë të zbatohet. Pavarësisht që kemi dalë mirë sa i përket përentimit të indikatorëve dhe komponenteve të ndryshëm që i ka pas kjo metodologji, te aspekti transparencës, domethënë jemi dikon rreth 56% që i bjen që pavarësisht që ne krenohemi në prokurim publik që kemi arritur një transparencë normalisht nëse i krahasojmë ndër vite. Transparenca nuk nënkupton që vetëm pse ti ke qasje, domethënë në shpërgjigjet një material në PDF, një kontratë apo një njoftim për kontratë apo një dosje të tenderit në PDF, mirë po këto informata ne i themi duhet të jenë domethënë të lexueshme nga makina. Sa i përket përentimit të indikatorëve, ashtu se patë edhe vetë, që ajo më shumë në fazën e para tenderimit dhe pas tenderimit, që është shumë e rëndësishme, domethënë që është një fazë shumë e rëndësishme e projektit e prokurimit publik, është edhe menaxhimi i kontratave. Ne si publik dhe si shoqëri civile nuk kemi qasje në menaxhimin e kontratave përpos autoritetet kontraktuese. Nuk kemi qasje as në dokumente tjera sa i përket fakturave ndryshme edhe krejt këto, edhe që kjo nuk kupton që na po kërkojmë qasje, domethënë që janë ashtu edhe që është theksova të lexueshme nga makinat, që këto informata mos të presin një nxjerr përmes kërkesave në informata zyrtare. Qytetarët e thjeshtë nuk mund të qasen në i prokurim nëse nuk janë domethënë persona juridik që i bjen ajo që apo biznese normale, institucione publike dhe biznese të cilat vetëm konkurrojnë në procedura prokurimit publik.
Sa i përket funksionimit të SHPS-ne, kjo është ka të bëjë me aspektin praktik, domethënë sa i përket funksionimit të ata e kanë një zbrasti ligjore që domethënë SHP-ja nuk mund të funksionojë pa bord, përderisa KPK-ja e ka këtë pjesën ligjore që edhe pa bord mundet me funksionu, këtu shajlen ligji, mirë po domethënë qysh ju theksova edhe më shumë, ne kemi marrë domethënë kornizën e përgjithshme ligjore, kemi marrë në aspektin e transparencës, efikasitetit, konkurrenshmërinë dhe panshmërinë.